Rreshtet intensive të shiut të rëna në 24 orë të fundit kanë krijuar problematika në qarkun e Shkodrës, ku situata më e vështirë mbetet në bashkinë e Vaudesit, aty ku përroj Glinës ka dalë nga shtrati duke bllokuar unazën e qytetit dhe duke përmbytur disa shtëpi. Kreu i bashkisë Vaudes, Kristian Shkreli, flet për dëmet e konsiderueshme, ndërsa pohon se shkak është bërë mos rehabilitimi në kohë i përrojt të Glinës, një investimi i kërkuar prej kohësh, pasi buxheti i bashkisë Vaudes ishte i pamjaftueshëm për rehabilitimin e plotë të tij. Proji Glinës ka dalë jashtë shtratit dhe po bën një përmbytje shumë të madhe në të gjithë qytetin e Vaudesit. Deri tani janë rreth 100 shtëpia që kanë prezencë ujit. Damet janë shumë të mëdha në Bagti dhe në Shpend dhe në Blet, në kusheret e Bletëve, por shpresojmë që të paktën mos rrezikojmë jetën e njerëzve sepse situata është mjaft e rëndë. Gjithë stafi i bashkisë Vaudes është në terren, është në përkrah njerëzve. Presojmë që mos kemi nevojë për evakuim. Proji Glinës ka 5 vite që aplikojmë dhe faktikisht nuk e kemi fituar, nuk e di arsyen sepse, por shumë problemi i madh sepse me fondet e bashkisë Vaudes është pa mujtën realizimi i këtij projekti. Një nga sipërmarrësit e zonës thotë se shiu i ka shkaktuar dëme të mëdha në kosheret të Bletëve e po ashtu edhe në stallën e derrave. Më veç Blet nga marr 50 gjaj. Blet. Thejt 15 thejt. Edhe herë tjera po janë një këtë lyra si herë. Pa ardhur herë tjera, i kam ujë, po 2 metra ujë. Situata vijon të jetë vështirë edhe në disa fshatra të tjerë të bashkisë Vaudes, si në zonën e Bushatit dhe atë të Hajmelit.